Në kuadër të Institutit të Shëndetit Publik janë ruajtur 10 tonë mbetje kimike të rrezikshme për më shumë se 10 vjet. Sipas drejtoreshës së Institutit të Shëndetit Publik, Marja Andonovska, bëhet fjalë për mbetje nga analizat laboratorike, kimikate të llojeve të ndryshme dhe në gjendje të ndryshme agregate. Ajo tha se këto mbetje përbëjnë rrezik të madh për shëndetin e qytetarëve dhe mund të kishin shkaktuar ndonjë avari. Ajo informoi se mbetjet aktualisht janë larguar në mënyrë të sigurt dhe nuk do të mbeten në vend, por do të digjen jashtë shtetit. Sipas Andonovskës, mbeturinat ishin shumë të paqëndrueshme dhe të ndeshme, prandaj paraqisnin një rrezik të madh potencial dhe i kanë alarmuar të gjitha institucionet kompetente. Nije vednësh informiraf me... Absolutisht nuk janë respektuar procedurat. Ne kemi njoftuar inspektoratin, ata po veprojnë. Mëtej, ne nuk kemi kompetenca. Ne kemi bërë tonën, i kemi njoftuar, është bërë inspektim. Unë sinqerisht pres që të ketë përgjegjësi për një gjë të tillë, sepse kjo është në dëm të shëndetit të qytetarëve. Sipas teknologut Trajqe Sërbinovski, i cili ishte pjesë e ekipit angazhuar në largimin e mbeturinave, tha se ka shumë vatra të tilla në vend dhe rreziku prej tyre është shumë i madh. Disa institucione publike në kanë telefonuar për të inspektuar, për të zbuluar pikat kritike. Pastrimi ndoshta është i shtrejtë, por varet nga vëllimi i kimikateve, nga mënyra se si ruhen ato dhe çmimi mund të jetë i lartë sepse nuk kemi një deponi aktive. Mbeturinat e dëmshme, siç thanë ata, mund të shkaktonin helmim, irritim të lëkurës, syve, problem me frymëmarrjen, dëmtim të organeve si dhe sëmundje afatgjate, ndërsa disa prej tyre mund të shkaktonin dëmtim të sistemit nervor, por edhe mund ta ndodhnin ujin dhe ajrin. Depo e mbeturinave ilegale kishte qenë lotësuar në qendër të qendrës klinike në mes shkollave, klinikave, dekanatit të fakultetit të mjekësisë.